Unë kujtoja se gjuha arbëreshe ishte e lidhur me besimin ortodoks, sepse arbëreshët vinë nga Moreja e Greqisë dhe nga zona e Atikës. Janë përzënë në 3 valë të ndryshme. Në fakt, Bizanti që kishte mbetur i tërhequr në Hellad, mbasi ra Konstantinopoja, thiri armiqtë e vet turqit, armiqtë më të betuar, për të çliruar nga kryqëtarët frank, venecian, spanjoll, që i kishin pushtuar Helladën dhe Shqipërinë, dhe ata ngritën Principatën Albania, që në shekullin e 12. Pra Hellada ka qenë e pushtuar për gati 300 vjet. Ata thresin turqit dhe përzën arbreshët bashkë me frankët. Dhe unë mendoja që gjuha arbreshët do të ishte lidhur me besimin ortodoks. Në fakt, rezulton që arbreshët i kanë marrë fjalët e tyre nga besimi katolik. Dhe kjo përvohet me fjalën qelq. Unë kam zbuluar 2 shtresa arbreshe. Shtresa më e vonë ka fjalën qelq, një lloj si fjala në gjuhën shqipe. Mirë po një shtresë më e hershme e arbreshve ka fjalën kelq, e pra nga vjen fjala kelq. Ju do habiteni, por fjala kelq në gjuhën shqipe është pjesë e një tokfjalëshi, kelshejt, që është gota e shenjtë. Çfarë është gota e shenjtë e kishës? Kjo kupë e shenjtë, në fakt, është në latinisht Calix Sanctus. Dhe shqiptarët e besimit katolik e bashkojnë këtë tokë fjalësh në kelshejt. Kjo fjalë gjendet tek autorët e veriut të shekullit të 15-16. Ke përshtypjen që fjalët e latinishtes kanë hyrë në Shqip nëpërmjet besimit katolik. Pra nuk janë fjalë të latinishtes së lashtë, por janë fjalë që kanë hyrë në shekullin e 15. Këtë ide unë kam hedhur më përpara, por shqiptarët u tmerruan. Pra unë thash që gjuhën moderne shqipe e ka krijuar Buzuku dhe autorët e tjerë katolik. Ka prova të forta për këtë. Pra shqiptarët e bashkojnë Calix Sanctus, gotë e shenjtë, në kelshejt. Dhe kështu e përdorin në kish. Kisha e tyre ishte kisha katolike dhe jo ortodokse. Pra, kur u bë ndarja e madhe midis perandorisë së lindjes dhe perandorisë së perëndimit, ndodhi gjithashtu, për fat të keq, ndarja graduale midis besimit të Romës dhe besimit të Konstantinopojës. Mirë po, gjuha shqipe ka anuar drejt Romës. Ky proces ka zgjatur nga shekulli 4 i erës sonë dhe deri në ditët e sotme. Pra nuk është vetëm alfabeti latin i pranishëm në gjuhën shqipe, por filozofia e kishës katolike është në themelet e gjuhës shqipe. Fjalët e latinishtes kanë hyrë nëpërmjet besimit katolik në Shqip. Ky do jetë një lajm shumë i hidhur për të ashtu quajturit idhtar të besimit ortodoks, që në fakt është besimi i armikut të Shqipërisë, Greqisë. Greqia është armiku strategjik i atë dheut ton, sepse rezulton që ilirët kanë qenë në fakt fise helene. Të gjitha pllakat e zbuluara në Dalmaci, në Serbi, në Maqedoni, në Shqipëri, pllakat ilire janë mbi 224.000 mbishkrime të varrosura në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, që të gjitha këto mbishkrime janë në dialektet greke. Të gjitha qytetet ilire në Kroaci
Në Shqipëri, në Malin e Zi, në Dardani, janë emra në greqishtën e vjetër. Të gjitha monedat ilire janë në greqishtën e vjetër. Jo shkrimi, jo shkronjat, por teksti është në greqisht. Të gjitha zotat ilire ishin zotat helene. Pra Shqipëria ka qenë e pushtuar për më shumë se 600 vjet ose dhe më tepër, derisa u futën tropat romake në Iliri. Pra Roma ne na ka çliruar nga ilirët. Ne kemi qenë popullsi raja, skllave e ilirëve. Ilirët flisnin helenisht. Ky është lajmi më tronditës për shqiptarët që ato nuk arrin dot ta kuptojnë. Dhe shqiptarët me dëshirë kanë marrë fjalë nga gjuha romake për të hequr fjalët ilire dhe ja kanë arritur qëllimit. Nuk ka asnjë shenjë të ilirishtes në gjuhën shqipe. Ilirët ishin helen. Kjo që kam zbuluar është përtej imagjinatës njerëzore, shqiptarët janë shumë të tronditur nga ky zbulim, por ky zbulim ka dalur pa dashje. Unë duke dashur që të zbuloj rënjët e shqipes tek ilirishtja, zbuloj që ilirishtja është një helenishte e pastër. Aq e pastër sa që grekët e sotëm, minoritarët, marrin tekstet e pllakave ilire dhe i lexojnë me lehtësi, pa ndihmën e ChatGPT-s ose të ndonjë shërbimi tjetër të inteligjencës artificiale. Të gjitha tekstet ilire i kanë përkthyer minoritarët tanë dhe janë në revistën Iliria. Prandaj revista Iliria është hequr nga faqja e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, prandaj dhe janë varrosur të gjitha tekstet ilire në bodrumet e Akademisë së Shkencave. Praktikisht Akademia e Shkencave është një varrez. Mjafton aty të jetë vetëm një kryq i madh katolik, të mbulot me dhe akademia, është varrez. Varreza e mbishkrimeve ilire helene. Kur shqiptarët e morën veshin gjë të tillë, kanë mbetur shumë të tronditur, por tronditja zgjati vetëm një javë, tani janë mësuar, vinë në diskutimin ton live, drejt për drejt në TikTok, dhe aty kemi krijuar rrethin ton katror. Madje kanë ardhur dhe akademik, por në mënyrë anonime dhe shprehin mendimet e tyre shkencore. Praktikisht ne jemi bërë një studio televizive virtuale. Çdo njeri në mënyrë demokratike mund të vijë të diskutojë. Po ky nuk ishte qëllimi ynë. Pra qëllimi im ishte personal që të vi në Shqipëri dhe filmat e mi bëra për të bërë një përshtypje të thellë tek njerëzit e mi, që të pranohem në gjirin e tyre. Nuk ma merrte mendja që kjo do merrte drejtim tjetër. Nuk e dija që do gjeja mbishkrimet ilir helene, s'ma merrte mendja kurrë. Ato ishin të fshehura, në fakt, mu përpara syve tanë, të përkthyera në revistën Iliria. Për fat keq, shqiptarët nuk e dinin që ekzistonte revista Iliria. Është botuar që në vitin 1971 dhe të gjitha mbishkrimet aty janë në gjuhën greke. Të gjitha zotat janë greke, monedat greke, mbretërit grek, pra problemi nuk është vetëm me zonjën Kocaqi që ka falsifikuar historinë e Greqisë dhe paraqet si histori të arvanitasve. Ky është një problem shumë i madh dhe një turp i madh. Por problemi është se të gjithë mësuesit e historisë që flasin për ilirët, pa dashje gënjejnë. Pra ilirët kanë qenë fise helene. Ne nuk po studiojmë historinë e fiseve shqiptare. Ne po studiojmë luftrat iliro-helene kundër Romës. Roma ne na çliroi nga iliro-helenët. Kjo është kaq tronditse, e kuptoj. Jeni shumë të shokuar, të tronditur. Tani fjala qelq është krijuar në ndikimin e gjuhëve slave. Pra fjala kalix bëhet në fillim në kelq
dhe kjo mbetet në gjuhën e arvanitasve dhe arbreshëve, pastaj vala e dytë e arbreshëve merr fjalën e plot qelq. Pra këja kthehet në q vetëm në gjuhë slave. Dhe jo serbishtes, gjuhët slave që fliten në zemër të Europës, në Çeki dhe në Poloni, po ashtu gjuha ukrainase dhe më larg në lindje. Është ndikimi këtyre fisëve slave që solli ndryshimin e k-s në q. Tingulli q nuk gjendet në asnjë tekst i lirë, nuk ekzistonte si tingull në ilirisht dhe në asnjë gjuhë tjetër indo-europiane përveç gjuhëve slave. Pra ne kemi marrë këtë fjalë nga fiset slave të Europës qendrore. Nuk është në serbisht, është në shqip. E tmerrshme. Nuk gjej dot fjalë. Pra, jo vetëm gjuha shqipe merr elemente nga gjuha slave, por i përngjit fjalët, i shkurton ato dhe to fjalshin Calix Sanctus, ne ndryshojmë në Kelshejt, pastaj në Qelq, ose Kelq. Kjo është gjuha jonë. E tmerrshme. Por e vërtet. Dhe kjo fjalë është krijuar aty nga shekulli 15. Ka shumë mundësi që shqiptarët ishin fare pagan, ignorant, mos e kishin idenë e kristianizmit. Kjo është e vërteta. Ju falemnderit për vëmendjen. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.